Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 2 korrik 2026. Një ditë mjaft e rëndësishme. Një ditë që është mirë për rishikime, për ndryshime dhe vendime të rëndësishme që mund të marrim, sepse duket se kjo ditë është një nga ditët më ndikuese, sepse lidhet shumë me Marsin në binjak, formon një katërkëndësh me nyjen veriore në peshk. Në një aspekt që krijon më tepër debate që kërkohet kujdes, jo nxitim. Vendime të shpejta apo fjalë, udhëtime, dokumenta, drejtime, ndryshime dhe mundësi. Duhet të ndjekim intuitën më tepër se sa ajo çka na vjen dhe neve të llogarisim kohën dhe momentin e duhur. Kjo është një ditë ku ka të bëjë shumë me ndikimet që favorizojnë nxitimin dhe kjo nuk është mirë në të marrim vendime në presion, të marrim vendime nga frika të shpëtojmë nga situata. Kjo është një problem shumë i madh. Vëmendjen që do të jenë binjakët, virgjëresha, shigjetarët dhe peshqit të 10 të parë ose ata që kanë ascendente në këtë shenja apo në planetet personal. Kjo nuk është dita që mund ne të bëjmë ose të rregullojmë paraditja, sidomos lidhje me nënshkrime kontratash ose blerje impulsive, vendime në marrëdhënie të ndikimit të madh që kemi të bëjmë me punën tonë ose me karrierën më tepër, sepse lidhet shumë me ndryshime dhe ndikimet. Por gjithashtu është dhe një ditë që vërtet ka të bëjë shumë me çështjet e biznesit, lidhje me disa takime, me disa çështje të rëndësishme që mund të kemi, por mundësitë janë të mëdha për të bërë nisjen ose ndryshimin e madh në anën tonë dhe në momentet e duhura. Por gjithsesi, koha duhet që neve të kemi mundësinë që ta kuptojmë atë çka po bëjmë dhe të jemi të gatshëm për një të ardhmen të afërt të komunikojmë dhe të gjejmë zgjidhje mbi ndryshimet. Gjithashtu ka të bëjë në lidhje me si ditë që favorizon në lidhje me marrjen e shikimit apo marrje vendimesh të rëndësishme për rishikime dokumentacioni, sepse përndryshe mund kemi probleme në një të ardhme të shkurtër. Prandaj mundësitë janë që neve të rishikojmë çdo gjë që neve kërkojmë dhe dëshirojmë, sepse duke ditur që Mërkuri në retrograd nuk na jep mundësinë dhe na tregon që duhet të bëjmë kujdes në çështjet e mëdha. Prandaj duhet pasur shumë kujdes dhe vëmendje në raste të tilla. Tani para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite të datës 2 korrik të 2026, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj numër përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe atje mund të dërgoni një email dhe të shikoni se si funksionon shërbimi dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejt me juve dhe juve dëshironi që të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndikimeve dhe të mundësive që do thot shenja e dashit. Për ju të shenjës të dashit, duket se kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese. Pikërisht dita e dytë e muajit korrik është një ditë që kërkon vëmendje, jo nxitim. Kërkon kohë, jo përshpejtim. Kërkon zgjidhje të rëndësishme dhe jo të shpejta, por të ngadalta që të shikoni në detaje çfarë duhet të bëni dhe ku do të shkoni. Mundësitë dhe periudha, sidomos e ditës së dytë, që ka një problem të mbartur nga e kaluara, mund ta zgjidhni pikërisht sot. Sot mbas dite. Çështjet që kanë bënë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshore të ditës së tretë, ka diçka shumë të rëndësishme, por dhe mundësi të mira në nisma dhe në vendime që do të kemi mbas orës 16. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, që do thot shenja e Demit. Për sa përket shenjës së Demit, megjithëse Demët tani për tani nuk është se kanë një problem ose kanë diçka që nuk shkon, por meqense kanë bëjnë
me anën e punës së tyre, kanë bënë me disa ndryshime ose takime të rëndësishme, por gjithsesi kjo është një periudhë mjaft e mirë për sa i përket vendimeve që mund të merrni, sepse demët kanë Afroditën. Afrodita në gjashtkëndësh që bën me Uranin, do të thotë që vërtet ndikoj mirë për atë që unë dua të bëj dhe di shumë mirë çfarë duhet të bëj në lidhje me punën dhe me karrierën. Ajo çfarë i përket ditës së sotme është që neve të rishikojmë dhe njëherë disa çështje kontratash më tepër, sepse lidhe me kontrata të rëndësishme të vendimeve të mundësive që vijnë nga njëherë dhe nga një moment. Por gjithsesi është kjo periudhë, është një periudha që vërtet diktojnë shumë mbi shumë rastesh, mbi shumë çështjesh ekonomike, financiare, biznesi, karriere, ndryshime shumë të mëdha, por gjithashtu dhe një mundësi që mund të keni tani tutje. Disa çështje pune që zgjidhin çdo lloj problemi në anën tuaj, por edhe në lidhje me karrierën, sepse me karrierën është dhe momenti më i mirë, sepse pozicioni planetar, mundësia që jepet për kohën dhe për marrjen e vendimit të rëndësishëm në kohën e duhur, është një ndikim mjaft i mirë, edhe pse me vështirësi, por gjërat do të rregullohen në anën tuaj. Çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep janë perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket binjakëve, binjakët të duket se tani për tani, meqenëse se kanë pasur një kohë të gjatë mbi zhvillimet e tyre, mbi çështje të rëndësishme, mbi periudhën që ndodhin fenomenet, por megjithatë është një moment tani që do të rishikoni disa gjëra mjaft të rëndësishme për punën tuaj, për çështjet e karrierës, sepse lidhe me karrierën juve jeni pak a shumë të ndikuar mbi ndryshimet dhe mbi vendimet që merrni tani tutje. Këto janë vendime historike për punën tuaj, për karrierën tuaj dhe për një moment mjaft të mirë për punën tuaj dhe disa ndryshime të njëpasnjëshme që do të keni në fushën e ndryshimeve të karrierës dhe të pozicionimit të planeteve, sepse është një moment mjaft ndikues në anën tuaj. Por gjithsesi kërkohet vëmendje, kërkohet kohë mbi disa çështje të ndryshme që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, ujorët dhe dishit tretë, ka diçka të rëndësishme, prandaj bini pas. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, një shenjë uji ku koha ka treguar dhe tregon që jeni me fat në këtë aspekt, që do thotë shenja e gaforeve. Gaforët dashura duket se një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që tani për tani juve i keni të gjitha mundësitë, edhe pse duken gjërat të vështira, por janë çështjet që lidhen me punën aktuale, lidhen me biznesin tuaj, lidhet me një çështje shumë pozitive, ku çdo gjë do të shkojnë bashkë, çdo gjë do arrihet fal suksesit, fal punës suaj, fal asaj çka juve jeni, çka juve keni që ti realizoni, por edhe diçka shumë të rëndësishme që mund të keni tani tutje, ku kjo zgjidhet nga një problem mjaft i madh që mund të keni pasur dikur, por meqense puna dhe koha, karriera, ndryshimet, marrje vendime të rëndësishme, nuk e diskutoj unë, nuk e vë ndryshim, por ka diçka shumë të rëndësishme, sepse lidhet me anën ekonomike, lidhet me çështjet e punës dhe të biznesit, lidhet me biznesin domos, ka diçka shumë të madhe tani tutje, prandaj bini pas, mos ma lini pas dore, sidoqoftë keni dhe disa gjëra shumë të rëndësishme në anën dhe në punën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë për gaforet, duket se me Britsjapin kanë një lidhje shumë të shëndetshme, të rëndësishme për të ardhmen dhe mund të dilni të fituar. Vijojmë tek shenja e radhës, dhe shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë zjarri, ku gjërat janë më lehtë dhe kuptimi është më ndryshe se sa dje dhe pardje. Këta janë luanët. Luanët të dashur, duket se pikërisht dita e sotme e datës 2 korrik na mëson shumë gjëra, sepse kemi një rrugë të gjatë për të bërë, është me kthesa të vështira dhe është dhe një malore ku kërkohet vëmendje në lidhje me shpejtësinë dhe me mundësitë që do të na jepen. Ngadonjëherë neve mund të marrim shpejtësinë për të ngjitur sa më shpejt, por ngadonjëherë kjo na prish punë, sepse mund të na lëri në mes të tatjetës dhe kemi problem pastaj në lidhje me gjërat e tjera që do të ndikojnë. Mënyra e mundësive që do të jepen tani është që neve të dëgjojmë dhe të shikojmë, pastaj të vendosim.
Për ditë që parë, që lidhet shumë me punën dhe një kontratë që mund të ketë për sa përket punës së tyre, por momentet janë ata që do të bëjnë që të ndjeni pak më ndryshe në anën ekonomike, në lidhje me një çështje të vjetër që mund keni pasur dikur, por kjo nuk ju prish punë për sa përket gjërave që do të keni, mundësi të arta që mund keni në vazhdimsi, por gjithsesi kjo është mbetet për të parë për sa i përket ekonomisë, për sa i përket gjërave të tjera që do të ndikojnë në fushat ekonomike financiare, në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet dhe gjëra të tjera që do të keni në anën tuaj. Në lidhje me çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dëmtë dhe dishit parë dhe me Akreptë dhe dishit tret, ka diçka shumë të rëndësishme, prandaj bini pas. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft rezistuese ndaj vështërsive, që kjo do thotë shenja e virgjëreshave. Virgjëresha dashura, duket se pikërisht kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që ka në vetvete mundësitë dhe kohën e duhur për punën, për takime, bisedime dhe çështje të rëndësishme në anën ekonomike dhe jo vetëm. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, disa gjëra mund të jenë të vështira, por ca gjëra janë shumë mirë, por në anën tjetër do kenë kosto. Prandaj bini pas, sepse mund të gaboni nëse juve merrni lajme ose mesazhe të gabuara. Lidhje që kanë bënë me peshk dhe me binjak, shikojeni, rishikojeni se ka për t'ia vlejtur. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, ku do të thotë shenja e peshoreve. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët duket se tani për tani kanë një mundësi shumë të mirë mbi disa ndryshime dhe takime të rëndësishme për punën dhe për karrierën. Një nga të ndryshimet më të mira që kanë bënë dhe koha e duhur për stabilizimin e punës, por dhe një mundësi shumë e mirë për anën ekonomike financiare dhe lidhje me biznesin. Por biznesi nga njëra anë na ofron shumë gjëra në praktik, sepse kemi momentin dhe mundësinë e duhur, kemi ato që neve na kërkohet dhe jemi mjaft pozitiv në ekonomi, në punë. Por gjëra që do të ndikojnë, gjëra që vinë, është një mundësi mjaft e mirë për sa përket punës, për sa përket anës financiare lidhe me biznesin. Por ka diçka mjaft madhe në anën tjetër, sepse lidhet edhe me një çështje ekonomike financiare, por edhe me një mundësi që kohë e ardhshme, do ta thosha unë, për sa përket ndryshimeve dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur. Kjo ditë mjaft e rëndësishme, kjo dita e Jupiterit, flitet ndryshe, ka të bëjë për sa përket peshoreve për shumë arsye. Çështja shpirtërore lidhet me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e akrepëve. Akrep të dashur, nëse keni pasur probleme nga njëra anë në lidhje me punën tuaj ose diçka për lëvizje, erdhi momenti dhe koha që juve të shikoni ndryshimin. Ndryshimi është në dorën tuaj për sa përket punës dhe karrierës. Në çështjet shpirtërore lidhet kanë bëjnë me luan dhe me peshk, kanë një peshë të madhe në të ardhmen të afërt, duke filluar nga dita e sotme. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se kjo periudhë ka të bëjë shumë edhe me çështje ekonomike financiare dhe me një çështje biznesi, sepse kjo lidhet shumë me biznesin, lidhet shumë me atë çka jam, çka dua të ofroj dhe ku dua të shkoj. Shigjetarët gjithashtu janë mjaft ndikues në lidhje me punën e tyre, në lidhje me një takim që jepet rëndësia dhe mundësia për sa përket karrierës dhe ndryshimeve të mëdha që vijnë. Në çështjet shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me luan ka një kuptim tjetër. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britsjapit. Për sa përket britsjapët duket se gjithmonë jeni një hapara, gjithmonë keni mundësitë për sa përket disa çështjeve të ndryshme financiare, disa çështjeve të ndryshme biznesi dhe karriere. Por britsjapët gjithmonë dinë shumë mirë dhe janë një hap para se çfarë ndodh. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me dem është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e ujorit. Për ujorët ka një kuptim shumë të rëndësishëm sepse lidhet me punën aktuale, lidhet me një biznes, nëse do marrim çështje biznesi, nganjëherë lidhen edhe shumë gjëra të tjera xhanam, por ka një ndikim shumë të mirë dhe një mundësi shumë të artë në anën tuaj. Ujorët ndikohen, stabilizohen
dhe mundësitë që ka janë në dorën e tyre. Prandaj mund ta shfrytëzojnë në maksimum, sidomos në mbasditën. Në çështjet shpirtërore, një problem i vogël ka ndodhur me Luanin, por do ta zgjidhim pikërisht në këtë ditë. Shkojmë tek shenja e radhës, jo thot shenja e peshqeve. Për peshqit janë mundësitë dhe koha mjaft e mirë dhe një periudhë dinjitoze për gjëra që do të ndikojnë, për gjëra që do të keni tani e tutje, edhe pse jeni në vështirësi për gjëra që do të keni, por jeni në kohën e dur për nisma të reja, për gjëra që do të keni, për gjëra që do të realizoni anën ekonomike financiare, disa çështje biznesi dhe jo vetëm kaq, por është një mundësi shumë e mirë tani, një mundësi që ju jepet tani e tutje për zgjidhur çdo lloj problemi që keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhet që kanë bëjnë me virgjëreshtje dhe diçka të tretë është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite të ejte të datës 2 korrik 2026. Nëse të shihoni parashkrimet e dajura, faqja ros, shkoni atje. Atje mund shkoni në sekretaria dhe më pas të dërgoni emailin dhe flasim bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit. Nga një rregulla, më të mirë një orë.